është parlamenti I Vienës, me parlamentoren të Elizabetës. Këtu është Rathahusi, rezidenci e presidentit. Kjo është Akademia Teatër. Kjo kafja është Lanterman, më me shtremta kafe në Vjenë. Se do thonë se me shtremt për rezidencit vinë presidentit, premierët. Nda ana kjo këte është Universiteti Kryesor në Vjenë. Tërë kjo Universitet është. Ajo është ringu I Praterit, është bërë mod 114, ipe në njerëzit atje shikojnë tër Vjenën, ajo shkon Rotullon. Një shtëpi ka asaj nxën 15 veta, s'duhet të jetë e rëndësishme. Këtu ndodhen një park internacionali që është Parku të Shëmbruni. Shëmbruni është një historike në tërë botën, ku kjo pjesa që është rezidenci I Kajzer Franz Josef që 1913 me Elizabetën që kanë dajndur këtu, kanë banuar këtu mas luftës, po janë brenda duhet me hyrë që I kanë teshat të tyre që I kanë mbajtur më përpara, vinë turistët dhe I veshin teshat me traditat të tyre, po neve nuk e kemi atë mendim që të shkojmë, po është një gjësendi ky park Shëmbrun, Vjena historike që e ka, edhe ka shumë gjëra të tjera si Estaze, Schlossi, si Johann Strauss Parku, Parku I Belvederës, të Elizabetës, Peta Vagna, ka shumë gjëra të tjera që ky është park një I shkëlqyeshëm, një I njohshëm në botët, më I njohur park në botët, Shëmbruni. Në Vjenë vinë përmi 3 milion turistë, mot për mot. Vjena Bearit është plot me turistët, që janë hotelet, tërë hotelet në Vjenë janë 864 hotele, tërë hotelet janë të zaptume, të zenë, ekstra që vinë njerëzit për këto gjëra historike në Vjenë këtu që janë. Vjena është një qytet anglisht që I thonë business city, veçim vend turistike, historike, në këtë mënyrë që sot që kemi dalë këtu, është parku Shëmbruni, historik parku internacional. Vjena I ka afër 2 milion banor. Vjena është përndarë më komuna, I ka 23 komuna, çdo komunë ka të veten, janë bicirke I thon komunave, 23 bicirka, 23 malla. Janë të përshpërndarta që ndodhen në afër qendrës. Në këtë pjesë hyrim në qendrën të Vjenës. Teatri 5 është malla e 4, komuna e 4. Këtu I kemi po afrojmë në konzulatin të Australisë. Edhe pe këtu do shkojmë në parmendorja e Johann Straussit, I thonë parku Johann Straussit Stadtpark. Tashi këtu do afrojmë I thonë një vendit Schwarzenbergplatz, të kthesh kamerën këte është parmendorja e Rusit kur kanë ardhur, për kjo kanë luftuar. A kjo është akademika, është koncert, shtëpia e koncertit, Vina Koncerthaus, që bëhet koncerti në tërë botën, në Vjenë,
Tash po afrojmë te parku I Vienës, ku është përmendorja e Johannstrassit, kur sallon që ka mbajtur koncertin të parë Johannstrassi në Vjenë. Tash hyrim në qendër. Kësaj rruge I thonë Ringstrasse, në anglisht I thonë Ring Street. Ring and the Corner. Është rreth rrugë qytetit. E pastaj në qendër shkojmë te kisha e Stefanit. I thonë në anglisht Stefan Judge. Kjo shtëpi që shikoni këtu është rezidenci I Peta Vagnas. Ai ka qenë mala, dirigent. Tash po afrojmë te kisha qendra e Vienës. Këtë që shikoni këtu në këtë parkun është përmendorja e Johannstrassit, dirigenti I njohshëm në tërë botën që ishte e 13-ën e tutje, së bashku me Peta Cook, 1364-shën së bashku me Johannstrassin. Ky përmendorja është për mi në kohën të monarkisë këtu në Vjenë, edhe kanë vendosur përmendoren këtu, se këtu e kanë mbajtur koncertin të parë në Vjenë. Kjo është këtu e njohur për tërë botën. A këte dhe kjo teatri është Hotel Hana Grand Hotel, është një hotel I Japonisë I Amerikës, me 25% që janë në Japoni, edhe në Australi. Ky ishte hoteli I parë në Evropë gjuka. Tash do vim në Opera House, ku bëhet Opera Balli që mbahet në Vjenë, në 24 februar. Do qëndrojmë pak të shikoni. Zëjt kjo është në televizi që shikoni në tërë botën që vinë artistët, kapitalistët Opera Ball, Opera House, I thonë. Shtëpia e operas, po. Opera Balli, tërë bjenë që bëhet kjo.
po afrohena në dy kokat historike, që janë dy ballat të Vjenës, që janë, kjo është historische muzeum, balli tjetër është kunstische muzeum. Ana tjetër është ana e djathtë është Spanische Rijksschule, edhe muzej historike ku ndodhet edhe shpatlla e Skënderbeut. Këtu janë edhe stacionet fijakave. Këtu është, jemi ngjendur në parmendoren të tonit herojit kombëtar Gjoxh Kastrioti Skënderbeut, po na vjen shumë keq që s'mundemi të hyrim brenda se sot është mbyllur, nëse kemi nesër vakët. Në këtë pjesë janë parmendoret historikës të Austrisë, në teatrën e anën duhet është që Biblioteka e Austrisë Internacionale, po këtu në përshkallët sipër, me një përndim, në anën e djathtë ndodhet shpatlla originale e Gjoxh Kastriotit, se në Shqipëri në gruj është kopia, këtu është originala në Vjenë. Që shikoni këtu përmendoren, është Mesna Baumgartner, një drejtor, komandanti i batalionës të parë në Austri, në Vjenë, që ka luftuar 1716, e ka dhënë jetën këtu bashkë në këtë vend, edhe ka bërë përmendoren quhet Mesna Baumgartner, një luftetar i njohur në Austri. Në këtë pjesë është historische muzeum, që ndodhet shpatlla e Skënderbeut. Në këtë pjesë këte është Spanische Rijksschule, që janë kuaje të Shanisë pas rrjedhit të muzikës. Në teatrën pjesë është Wiener Harmonik Hofburg, muzikës pe Johann Straussit. Po 5 vjet, 6 vjet ashtu afrohet që festojmë çdo vite. Është shumë mirë, shumë kënaqena këtu edhe mbrëmje e mirë shumë. Sa herë në vit shkon në manastir? Çdo vit, 2 herë në vit. Të merr malli për manastirin? Po. Mendon që një ditë duhet kthehesh atje? Për të jetuar jo, ama për pushim po. Të vizatoj familjen atje që e kam. Zoti Muamer Elmasi, një nga afaristët në qytetin e Vjenës, të arritura të shumta ata të cilët i sillni pikërisht nga vendlindja juaj, para shumë vitesh.
Cili ishte viti kur erdhët? Unë e kam ardhur në vitin 71, 20 aprill i 71-shës. Që atëherë Që atëherë jam kemi plot filluar 40 vite? 39 vjet, që jam në Austri. Jemi marrë me punë të ndryshme. Unë të para kanë qenë në lulishte të, si thonë këne generajtë, si thonë, në lulishte. Kemi ardhur 3 vlezër këtu. Vllai më i vogël ka ardhur 1 vjet mbas, po ishte edhe shumë më i ri, kishte 15 vjet. Kurse vllai i madh kishte 18 vjet, erdhi një 6 muaj para me, 1 vjet, a unë kisha 17 vjet kur erdha. Edhe kështu filluam bashkarisht, punojmë, pa familje. Si ishte Vjena atëherë? Si u pranuan ju si shqiptar? Neve si shqiptar nuk kishte dallim kur erdhëm, ai ishte shqiptar apo ishte bosnjak, ai ishte serb apo kroat. Neve vijim atësh pa viza, me pasosh normal pasaportët. Vijim këtu punësoheshim edhe na e bunte firma vet dokumentacionin. Ka ndryshuar kohrat pas 39 vitesh? Pas 39 vjetësh ka ndryshuar shumë, jo pas 39, pa edhe pas 20 u ndryshuan, se njerë përpara kur vjesht këtu, vjesht pa viza. Domethënë nuk duhesh të vizë Schengen. Sa vite qëndruat pa familje këtu vetëm vëllezërin? Neve bashkarisht qëndruam pa familje 17 vjet. Atëherë filluat këtë biznes të restoranit apo? Atëherë në vitin 88 filluam me biznesin. Me lulishte? Pi në lulishte u hodhëm në restorant, aty blem restorantin e parë. Mirë po në atë kohë ishte edhe shumë pare. Mirë po duhet falenderoheshim një bankave që na dhanë kredi. Masa ne ishim 3 vëllezër, kishim mundësi që ta pagojmë kredin. Edhe ashtu vazhduam. Edhe kështu sa fikuam, atëherë e morëm familje. Nga Struga, pikërisht nga Kalishte? Nga Struga, Kalishte. Unë jam i Kalishtës, të Strugës. Edhe vazhduam me biznesin. Mirë po falë Zotit biznesin na shkoi përpara. Edhe kontribut i dha mjaft. U kyçën gjithë familja në punë? Gjithë familja u kyç në punë, vetëm 2 vëllezër duke lëshuar punën ku ishim, se kishim frikë se atë të mbërrim apo s'u të mbërrim, që të kemi edhe të ardhur tjera, që të mundemi të përballojmë krediet të gjëra tjera që i kishim. E vizitonit shpesh vendlindjen? Para se ta marrim, mendoj para se të hapim biznesin, e vizitojmë më shpesh. Mirë po që hapëm biznesin atëherë e vizitojmë po më rrallë, se nuk na lejon puna. Keni edhe biznesin tuaj tani në Strugë? Biznesin që e kemi në Strugë e kemi edhe me qira, se nuk mund t'i mbajmë edhe këtu edhe atje. Po inshallah, dhash Zoti një ditë të kthehemi vendlindjes. Po gjithmonë pa haruar atë që fitoni këtu ta investoni Jo, në atë vendlindjen kemi tuaj. investuar çdo herë në vendlindje. Gjithë paraja që është fituar këtu është investuar në vendlindje. Pikë së pari njërë kemi mbajtur familjen, që kishin të ardhur prej nesh që jetojnë ata ke shtëpia. Pika e dytë mbas e kontribuam se blem dyqanet që ka ishin. Aty. Edhe çdo herë kemi dhënë kontributin ton në vend. Momentalisht gjendemi në lokalin tuaj. Është ky një restoran elit ku vinë kryesisht austriakët. Po, njerëz të vendit. Njerëz të vendit. Kuzhina dallon shumë nga ajo? Dallon. Dallon se unë kuzhinën maqedonas ose shqiptare unë nuk e kam të njoftë. Pa atë gjermane, atë Se bulgarese, atë slovene, keni të njohur? Këtë e kam të njohur, si hapëm këtu biznesin ton, atë është e mësuar dal ngadalë. Edhe neve miremi me 85%, 90% miremi me vendalitë këtu shumë, që i kemi misafirë. Me njerëz tonë miremi ma pak. Cila është veçoria e kuzhinës austriake? Si mund ta bëj ta bi me atë keni edhe këtu. Është veçori sepse ka kombinim të asaj gjermane, slovene? Sheve këta, Austria e ka një kuzhinë të përbashkët. Do të thotë që ka kuzhinë slovake, nga Çekia, nga Hungaria, nga Italia, edhe kjo është një kuzhinë e përbashkët, do të thonë që është një kuzhinë e ndërgjuar.
edhe ka përparësi edhe me qenë dikund edhe në Amerikë, domethënë e ka zërin e vet. E keni menduar ndoshta ndonjëherë të sjellni një specialitet shqiptar në këtë restoran? Neve kemi sjell specialitet, domethënë si janë pleskavicat, kebab edhe këto artikla të vogla. Edhe ata na kanë detyruar austriakët domethënë që të shtijem diçka specialitete nga ne. E kanë pranuar mirë këtë? E kanë pranuar mirë, e kanë pritur mirë, edhe mirë shkon e drejt. Vjena është një qytet historik. Ju ka zgjuar kurreshtje kjo? Shumë. Sepse nuk keni qenë në fakt vetëm krahu punëtor në këtë qytet. Po ne kemi qenë krahu punëtor, po interesi bën të vetëm. Faktikisht Vjena është një, si do të më thonë që është një qytet me traditë, është një qytet i vjetër, një qytet historik. Në këtë lokal vinë shpesh shqiptar? Marra, jo. Kemi nga Shqipëria kemi pasur diçka ashtu, po jo. Do. Se neve nuk kemi, edhe që nuk kemi reklamuar. Se në rast se nuk shoni biznis dhe të reklamojsh. Po. A kurse ne punojmë me vendalit edhe na njohin të kretë. Domethënë kjo pjesa këtu, se neve me të vërtet jemi në Vjenë, mirë po kjo lagja ku jemi neve, këtu quhet lagja fshati. Se ka qenë fshatra një kohë. Edhe mbajt për shembull neve jemi në lagjen Ackes Dorë të 23-shit. Domethënë Ackes Dorë përshtohet përmjet fshatit, ka tundet që janë. Edhe këtu shumë njëri me tjetër njifen. A nëse je në qytet brenda, nuk e njeh se kush është komshia pikë së pari. Se nuk u intereson ata gjë. Mbahen shqiptarët njëri me tjetrin në Vjenë? Si mund të thuash? Po edhe jo. Organizojnë takime të shpeshta? Ma para filluan njerë, por nuk kishin interes. Nuk kishin interes, se interesi më i madh ishte punësimi. Si po ndërgjoj që në Zvicër, nëse kanë organizata më të mëdha, më të ashtu këtu nuk janë aq të organizuar shqiptarë. Pse? Nuk e di me çfarë mënyre, unë të them të drejtën njerë që edhe nuk dalë që jam shumë i zënë edhe me punë. Se punët duhet t'i ndjekësh që t'i dish ashtu. S'kam pas interesim, pika e parë, pika e dytë ka qenë se nuk është puna si diaspora që gjendet në Austri, në Amerikë që kthehet mbas 3-4 vjetëve, 5 vjetëve apo 2 vjetëve, kurse ke neve çdo njeri, jo çdo, po mbi se 70-80% viziton familjen 2 ose 3 herë në vit. Edhe këto kanë qenë gjëra domethënë që nuk ka lejuar që shumë takime të zhvillohen të bëhen. Biznesi juaj vazhdon të jetë zinxhir mes familjes tuaj? Po. Ende. Mes 3 vëllezërve? Me neve kemi 3 vëllezër. E në parë më të edhe kemi marrë restorantin e parë, e ka vllai sot, ky është restoranti i dytë. Se ne kemi jetuar bashkarisht. Kemi qenë 25 vjet domethënë në familje, antar të familjes. Edhe neve kemi kontribuar gjithë së bashku. Gjersa i kemi realizuar bizneset tona. Si u realizuan bizneset tona, atëherë është ndalë. Si kush e mori pjesën e vetë. Unë sot punoj me familjen time këtu, vllai punon me familjen e vet, edhe tjetri me familjen e vet. Domethënë që e kemi gjithë familjen tonë e kemi në punë të punësuar. E mendoni një ditë të ktheheni në Stru? Po inshallah dhe është Zoti patjetër. Velindja është e ëmbël. Velindja është e ëmbël. Mbasi që vjetojmë këtu është 39-40 vjet i kemi këtu, mirë po trupi është në Vjenë, ama mendja është në Kalisht, në Stru. Në këtë rrugë jeni gati 7 javë të plota. Keni 2-3 shtande ku i prodhoni këta ëmbëlsira kaq të bukura dhe të freskëta. Sa vite punon me këtë? Me këtë merrem 25 vjet.
kam filluar sefte si kam ardhur 20 vjeçare në Austri. Edhe si fillova dhe austriake, pa gjuhë, ajo kishte durim, më durojti, punën ja bënja korrekt. Punova me atë 12 vjetë. Pastaj ajo si doli më penzi, vazhdova unë. Vazhdova me një situatë. Po me një hapësirë më të vogël. Po. Tani jeni zgjeruar shumë. Jam zgjeruar si të me shumë punë, me durim, se ka qenë vështirë edhe vendet me i gjetër. Si e ardhur për Maqedonie, edhe me ndihmën të burrit, me ndihmën të fëmijëve ashtu, me të vegjël. E tash mendoj se përpara do shkoj familja madhësohet. Edhe me ndihmën ashtu të me punën që kam treguar, me kvalitetin të mirë, kam vazhduar ma shumë rrugra të vijen, ashtu kryesore rruga ku jam. Janë tradicionale disa petullat të cilat përgatiten këtu, po dhe disa ëmbëlsira për frutash. Petullat janë për Maxharie vinë. Edhe kanë emrin langosh, ato si dhe ne petullat që quhen, ato i quhen langosh. E shumë më pyesin se e din se janë për Maqedonie, mendojnë se janë për Maqedonie. Po, ato janë tradita e Maxharëve, kanë sjellë gjërë këtu. E ashtu mendoj edhe kam mendim shkoj më andeza me këto gjëra. Shumë turista kur vinë për Gjermanie, për Zvicrë, e pyesin që janë këto gjëra, po, e kam mendimin që vazhdoj andeza në për këto festat të mëdha kur janë. Nuk janë gjëra të rënda, po janë interesant. Çdo mëngjes sigurohen edhe? Çdo mëngjes në saba, po, i bëjmë taze, edhe ashtu. Ditë për ditë, kur janë gjëra taze, ajer janë më të mirë. Shumë olla të kuqe ka edhe në Maqedoni. Po.